Siç edhe u njoftova, më në është bashkuar Daniela Kurti, anesteziste reanimatore. Ky është dhe emri specializimit që je duke mbaruar në Itali në Brescia, apo jo? Po, në Brescia. Të falenderoj për ftesën. Pse zgjodhe anestezin? Zgjedhja për specializimin anestezisë reanimacionit ishte një zgjedhje e menduar që në kohën kur unë studioj në gjimnaz, shpeshherë e ndjeja veten si mund të jetë një mjek reanimator që është mjeku i fundit që zgjidhet dhe thirret kur pacientët janë në momentet e fundit dhe roli që ai ka veçanërisht në momentet më kritike. Duket si sfiduese. Sfiduese. Thrisht në reanimatori vjen, bën manovrat e tij dhe në një moment një pacient që ti mendon është në fazat e fundit, ai e reanimon. Ti japësh jetë pacientit. Dhe besoj nuk je zhgënjur gjatë specializimit, e ke me dëshirë. E kam me dëshirë, nuk jam zhgënjur. Është një specializim shumë i gjerë, përfshin anestezinë e sallës, reanimacionin, terapinë e dhimbjes, kështu që ka një varietet shumë të madh, por të them të drejtën, gjatë specializimit e kam gjetur veten shumë komode në veçanërisht në anestezinë e lindjes. E lindjes, dhe kjo është dhe tema që ne do trajtojmë sot. Gjithmonë fjala lindje duket sikur shoqërohet me fjalën frikë. Megjithse tashmë u bën dekada që përdoren edhe anestezit ne do flasim edhe më poshtë për llojet e tyre, por a duhet gratë ta lidhin gjithmonë lindjen me frikën? Se është një proces fiziologjik në fund fare. Është një proces fiziologjik, prej shekuj, vitesh, lindja ka qenë gjithmonë një proces fiziologjik natyral, pa ndihmën e medikamenteve, endovenos dhe jo vetëm, por duke qenë se përshkruhet në gjitha studimet e bëra si dhimbja më e fortë që trupi i njeriut përjeton. Po, në fakt në biseda ashtu thuhet që si dhimbjet e lindjes. Dhimbjet e lindjes janë dhimbjet më të forta që ekzistojnë. Ideja është që ekziston një mundësi, një teknik mini-invazive, siç është në rastin e kateterit peridural, që është teknika më e përhapur, apo përdorimi i teknikave jo farmakologjike, siç është lindja në ujë, hipnoza, dhe ti, gruaja shtatzën, e di që përballë kësaj dhimbje kaq të fortë, është një teknikë që mund të më ndihmojë të ndjej sa më pak dhimbje, ato drejtohen direkt dhe thonë, ok, ekziston kjo mundësi, unë e di që dhimbja është shumë e fortë, ekziston mundësia që unë të ndjej sa më pak dhimbje, atëherë ta aplikoj. Në fakt e kanë trajtuar edhe shumë vite përpara me një mjekë anesteziste në Tiranë dhe ajo e quante lindja pa dhimbje. Po, a është vërtet pa dhimbje, duke qenë se ti do t'i nënshtrohesh një lloj anestezie, ti do t'i nënshtrohesh atyre medikamenteve, që the dhe nuk di, a jemi ne, a janë gratë informuara sa duhet për llojet e anestezisë dhe çfarë ndodh më pas, ose pse shoqërojnë gjithmonë edhe me legjenda urbane apo mite, duke pasur parasysh eksperiencat e njëra tjetrës. Në vitet e fundit, nëse më përpara ishte një teknik që nuk ishte shumë e përhapur dhe ekzistonin këto mitet që unë shkova bëra vendosa kateterin peridural, por ndjeja dhimbje, sigurisht që dhimbje duhet të ndjen, nuk është një lindje totalisht pa dhimbje, sepse nëse do ishte një lindje totale pa dhimbje, do ishte një anestezi spinale dhe pacientja do të bënte një lindje cesariane, nuk do të ishte një lindje aktive. Në këtë rast, duke qenë se ne përdorim medikamente që ulin nivelin e dhimbjes, quhet lindje pa dhimbje sepse ti shkonte gruaja shtatzën, kanë filluar kontracionet, ajo ka firmosur konsensusin, ka bërë vizitën paraprake me anestezistin, duke bërë një sër ekzaminimesh për të parë nëse është vërtet një pacient në cilën ne mund të aplikojmë kateterin peridural, ka ndjer ato kontracionet e para me një dhimbje shumë të madhe, ti shkon bën dozën e parë, vendos kateterin, bën dozën e parë të mjekimit, bën atë pikun e vet
anestezia lokale që ne pozicionojmë, bëm pikun e vetë në 10-15 minuta dhe në momentin që trupi e lëshon efektin, ajo duke qenë se është ndjerë aq mirë pa dhimbje, pacientja kërkon direkt injeksionin e dytë. E tjetër, Tani që nga të gjitha këto që them, lejo që edhe të japim pak informacion më të thjeshtë. Pra, unë kuptova që me këtë që ju e quani kateteri epidural, lindja është natyrale dhe i vjet në ndihmë gruas për të ulur atë shkallën e dhimbjes. Ndërsa, kur themi anestezi spinale, kemi të bëjmë me atë lloj anestezie që përdoret për cezarianin. Jam drejt apo jam gabim? Këto janë llojet. Këto janë dy llojet e anestezisë rajonale, të quajtur anestezi periferike. Sepse në të dyja rastet, gruaja shtatzën është vigjilente, është e zgjuar, në rastin e bashkëpunon, në rastin e kateterit peridural, ajo nuk humbet funksionin motorik, ulen ndjeshmëria impulseve që çojnë impulset sensitive, por funksioni motorik ekziston. Gruaja shtatzën mund të, në sallën e lindjes, mund të çohet, mund të lëviz, mund të ndryshojë pozicion në bazë të indikacioneve dhe të mamive apo të mjekut ginekolog që e shoqëron. Ndërsa, në rastin e anestezisë spinale, ne kemi një bllokim total, është anestezi, nuk është analgjezi. Kemi një bllokim total të impulseve nervore sensitive dhe motore. Nga pjesa e barkut e poshtë, pacientja nuk ndjen asgjë. Është gati për të vendosur në sallën e operacionit, është e vetëdijshme, por nuk mund të lëviz gjymtyrët e poshtë.